Mandaj na ankohna që nuk na kuptojnë, nuk na marrin vesh. Shpesh herë thojmë, i kam thonë, prap nuk kam marrë vesh. Po, ku qëndron problemi? Kam përshtypjen se o na nuk flasim gjuhën e shpirtit, e nuk e lam shpirtin me na fol për mrena, ose personat që janë në negimin ton, nuk e kanë atë efektin e shpirtit që ju hap mendën e zemrën. Ja nalojmë një këtë gjahë e një këtë veprim shpirtit shajt. Prandaj duhet në mënyrë konkrete me kërku prej shpirtit Zotit që të frynë në ne, të zbresin në ne, në mënyrë që na dim me fol gjuhën e shpirtit, edhe t'jena të aftë për me kuptu një këtë gjuhë e cila ripërtrin gjithçka, që të hap horizontin, mendën e zemrën, që nuk ban mendaj në përngushtica, por të ban për me hy në botën e lirisë, në atë liri që Krishti ka shpallë, për cilën edhe ka dhënë jetën.